buxhetit për shtetësinë. Tani në gjoni miq. Bën check-upin me kushëriren, me zonjën e kushurit dhe së ndajnë parat, me Vilmanushin. Dhe nga check-upi janë përjashtuar të gjithë pensionistët. Po check-upi s'ka asnjë vlerë tek tjerët përveç se tek pensionistët. Çdo pensionist do ketë të drejtë 2 herë analizat plota në vit falas të garantuara nga shteti. Miq, programi ynë, thash dhe njëherë, është programi i rikthimit të taksave të qytetarët. I garantoj fermerët e Dumës. Njerëz të mrekullueshëm që e kanë qëndisur Dumën dhe shtruar në një nga zonat më panoramike, më të bukura të Shqipërisë dhe të Ballkanit. Subvencionet do të pestishohen për çdo fidan të miell, për çdo kokë bakti, për çdo njësi prodhimi. Sala. Sala në buxhetin 8 miliardë Edi Rama. 32 milion për rreth 390.000 fermer. Shuma më qesharake. 230 milion ka Maqedonia vetëm subvencionet. Ju garantoj se subvencioni fermerëve shqiptar do t'jetë identik me subvencionin e fermerëve të rajonit. Prodhimet tuaja do mbrohen në çdo sezon. Ballkani hapur i Argatit të Vučićit javën e parë hidhet të kosh. Miq, ja ku është banja. Po pse u ndërtua hidrocentrali i banjës? U ndërtuan radh parë si vepër vaditse. Pas gjitha si vepër vaditse. A kanë investuar 1 qindar? As 1 qindar. Ju garantoj se mandati i ardhshëm, Dumërea dhe gjithë zona do përfitoj nga vaditja, nga hidrocentrali, nga ujërat që do vinë nga hidrocentrali i banjës. Ky e shkretoj kombin, shkretimin, kuptimin asaj që shqiptar